Të premtën e 5 dhjetorit, Kosova mund të përmbush kushtin kryesor të Bashkimit Evropian për heqje të masave, e që është evidentuar edhe në draftin e konkluzioneve për zgjerim. Këtë ditë është planifikuar që kryetarët e rinj serb të komunave të Veriut t'i marrin mandatet. Por njohës të çështjeve politike shprehen skeptik se heqja e masave do të ndodhë menjëherë pas transferimit të rregullt të pushtetit lokal në Veri. Korrespondenti i kohës në Bruksel, Augustin Palokaj, thot se heqja e këtyre masave të BE-s mund të ndodhë tek pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, për të mos u përdorur politikisht nga asnjëra palë në Kosovë. Për mendimin tim, tash e tutje kjo do të shihet si test për heqjen e këtyre masave, por nuk besoj se do të ndodhë para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, pasi që ka shumë diplomat që mendojnë se situata në Veri për një kohë tepër të gjatë është shfrytëzuar edhe për plasje politike në Kosovë dhe për shfrytëzim të disa faktorëve politikë të situatës së atjeshme. Heqje të plote të menjëhershme të tyre nuk pret asnjohësi i çështjeve politike Basri Muja, i cili thotë se BE-ja e ka përdorur vazhdimisht si mjet shantazhi heqjen e masave. Konstituimi kryetarëve të rinj me 5 dhjetor sigurisht që përbën një hap pozitiv dhe e forcon argumentin se institucionet në Veri po rikthehen në normalitet. Megjithatë është e vështirë të pritet që masat të hiqen menjëherë. BE-ja sinjalizon se përveç konstituimit kërkohet edhe zbatimi i qëndrueshëm i marrëveshjeve të Bratislavës të vitit 2023 dhe i detyrimeve lidhur me normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Të premtën e ardhshme, lista serbe ka vendosur t'i mbajë mbledhjet inauguruese për betimin e kryetarëve të rinj në kohën e njëjtë në të gjitha komunat ku ka fituar. Muja thot se deeskalimi i qëndrueshëm që kërkon BE-ja në Veri mund të arrihet pas kthimit të qeverisjes lokale në këtë pjesë. Pritet që funksionimi i administratës lokale të sjellë një stabilitet më të madh në teren. Institucionet kosovare duhet të sillen edhe në Veri sigurisht në secilin pjesë të Republikës dhe mendoj që me zbatimin e randit dhe ligjit nuk duhet të ketë kompromis. Lista serbe e ka rikthyer pushtetin në Veri pas rreth 3 vjetëve bojkoti që ua ka bërë institucioneve të Kosovës.